Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahun e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë, falje, mëshirë, begati, mirësi kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe që do ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamatli, dashur të pranishëm, ligjëratën e kaluar folëm për dy ngjarje të rëndësishme, të cilat kanë ndodhur si sinjale, si shenja paralindjes dhe dërgimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Folëm për ngjarjen e hapjes së pusit të Zemzemit nga ana e gjyshit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abdul Mutalibit dhe folëm për rastin e therrjes kurban të babës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abdullahut. Ku e kuptuam se në rastin e dytë në fund nuk u therr kurban baba e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abdullahu, mirë po u therrën 100 deve si shpagim i premtimit të cilin e kishte bë Abdul Mutalibi. Mirë po ngelëm pa e përmend dhe pa e theksu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se un jam biri i 2 kurbanëve. Pse i 2 kurbanëve? Për jo është kurban i Ismailit alayhis salam, ka për qëllim Ismailin alayhis salam, të cilin kishte dashur që ta bën kurban baba i tij Ibrahimi alayhis salam, dhe është kurban i babës së vet Abdullahut, i cili edhe ai ishte duke u bën kurban prej anës së babës së tij Abdul Mutalibit. Në rastin e parë, Allahu e zbriti një dash prej qellit dhe u bën kurban dashi dhe nuk u bën kurban Ismaili alayhis salam. Në rastin e dytë, në rastin e babës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u bënën kurban 100 deve dhe baba e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e vazhdoi jetën. E sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të flasim për një ngjarje tjetër, për një ndodhi tjetër e cila ka ndodhur disa ditë para lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është një mrekulli në vete, një ngjarje e rëndësishme e cila është edhe e përmendur në librin e Allahut në Kur'anin famëlar. Para lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Jemeni, që sot është shtet në kufi me Arabin, ka qenë në sundimin e Etiopisë, në sundimin e mbretit e perandorit Nejashi. Perandori Nejashi në Yemen e kishte dërgu si mbret një person me emrin Ebraha. Ky mbreti Ebraha në qytetin Sanaa të Yemenit e kishte ndërtu një kish. Një katedrale madhështore dhe e kishte quajtur Kules. Më pas i kishte shkruajtur perandorit të tij, i kishte shkruajtur eprorit të tij dhe i kishte thënë se kam ndërtuar për ju o mbret këtu në qytetin Sanaa të Yemenit një kish madhështore, një kish të bukur, e cila nuk është ndërtuar më herët asnjëherë. Me qëllim që unë thot t'i bindi njerëzit që të vinë te kjo kish dhe të mos shkojnë në Mekë. Pra njerëzit të mos shkojnë në Qabe, ta vizitojnë Qabën, mirë po të shkojnë te kjo kisha në qytetin Sanaa të Yemenit. Dhe kemi thonë se Qabën njerëzit e kanë vizitu në çdo kohë. Edhe në kohën e Xhailjetit e kanë vizitu Qabën, mirë po qëllimi i këtij mbretit ishte që njerëzit ta lënë Qabën, të mos shkojnë në Qabe, të shkojnë te kisha të cilën ai vetë e kishte ndërtu. Arabët ishin zemru me qëllimin e mbretit. Kur kishin marrë vesh se mbreti don me i bë konkurrencë Qabës, ata ishin zemru. Madje një arab, një person arab kishte marrë udhën dhe kishte shku në qytetin Sanaa të Yemenit që ta njollos, që ta ndyt kishën të cilën e kishte ndërtu mbreti Ebraha. Pasi që e ndot, pasi që e njollos, ai kthehet në vendin e tij në Mekë. Kur e merr vesh mbreti Ebraha se një person arab e ka ndot, e ka njollos kishën të cilën ai vetë e kishte ndërtu, kishën më të madhe të asaj kohe, ai nervozohet, e kap inati, edhe betohet se do të shkon të ranon Qabën. Kështu ai e përgatit një ushtri të madhe, në vijën e parë të frontit të saj e vendos një elefant. Për këtë arsye, kjo ngjarje në histori njihet si ushtria e elefantit, apo si pronarët
e elefantit. Ushtria e elefantit, ushtria e mbretit Abraha, niset në rrugë për me shku me shkatru Qabën. Rrugës, ushtria e elefantit përleshet me disa fise të arabëve, të cilët i mundin me lehtësi. Kur arrin në qytetin e Taifit, fisi Thekif dalin në rrugë dhe i tregojnë se ende nuk kanë mri te Qabja. Ka edhe pak rrugë për me mri deri te Qabja. Dhe si dhurat ja japin mbretit dhe ushtrisë një person si udhërofis me emrin e Buriglad. Mirë po ky personi nuk do t'i shërben shumë ushtrisë edhe mbretit Abraha, për arsye se do të vdes në vendin e quajtur Mugamis. Për shkurt kohë ai do të vdes, do ndron jetë. Allahu subhanahu wa taala këtë person e ka poshtërsu, edhe sot e kësaj dite njerëzit dhe arabët, kalimtarët e rastit të cilët kalojnë aty, vorrin e këtij personi e gjujnë me gur. Për arsye se ki dojke me shku mja tregu ushtrisë rrugën për me shku me shkatru Qabën. Allahu subhanahu wa taala e ka poshtërsu në dunja edhe në ahiret. Ja ka marrë shpirtin, mirë po nuk ka mjaftu me kaq, e ka poshtërsu edhe sot e kësaj dite, gati që 1500 vjet, njerëzit vorrin e këtij tradhtari e gjujnë me gur. Ashtu sikur se ka thënë Allahu në Kur'an, "Wa me yuhinillaha fama lahu min mukrim." Këndë poshtërson Allahu, nuk ka kush që e nderon. Nuk ka kush që e nderon, nëse Allahu e ul dikon, nuk ka kush që e ngrit. Allahu nuk e fali tradhtin e këtij personi dhe nuk e fali që të shkelet shenjtëria e Qabës. Abraha ishte vendos në Mugamis, në vendin Mugamis. Mirë po disa njësitë të ushtrisë kishin dalë në teren dhe kishin marrë peng pasuri të banorëve të Mekës. Në mesin e këtyre pasurive ishin edhe 200 deve të gjishit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abdul Mutalibit. Në ndërkohë Abraha në Mekë e çon një përfaqësues të vetin që t'ju thot banorëve të Mekës dhe t'i thot kryetarit të Mekës se nuk kanë ardhur me luftu. Mirë po kanë ardhur vetëm me prish Qabën edhe me u kthy në Yemen. Shkon përfaqësuesi në qytetin e Mekës dhe e kërkon kryetarin, njeriu më me autoritet në mesin e Kureshve. Njerëzit e drejtojnë dhe e çojnë te Abdul Mutalibi dhe i thonë se ky është njeriu më me autoritet, njeriu që gëzon respektin më të madh në mesin e Kureshve. Kur shkon te Abdul Mutalibi që t'i tregon se kanë ardhur vetëm që me prish Qabën dhe nuk kanë ardhur që t'i luftojnë Kureshit, Abdul Mutalibi i thot: "Nëse Allahu nuk e mbron shtëpinë e tij, na nuk kemi forcë, nuk kemi takat me ju bë ball juve. Andaj na do t'i hapim gjitha rrugët që çojnë në Qabë." Mirën vesh Abdul Mutalibi me përfaqësuesin e mbretit edhe pastaj nisen me shku para mbretit Abraha. Para se me hyrë te mbreti Abraha, Unesi, ai i cili ishte kujdestari i elefantit, hyn te mbreti dhe i thot: "Para juve, thot mbret, është Abdul Mutalibi, zotria i kësaj lugine, zotria i karavanit të Mekës. Është ai i cili i ushqen kafshët në male dhe në kodra dhe i ushqen njerëzit në ultësira. Jepni leje, thot, që të hinte ju." Abdul Mutalibi ishte njeri i pashëm, ishte një njeri me trup të madh, ishte njeri që kishte një hije të rëndë. Kur hinte mbreti, i le përshtypje shumë pozitive. Mbreti çohet prej fronit të tij dhe ulet në tepi, bashkë me Abdul Mutalibin dhe i thot: "Kërko prej meje çfarë dëshiron." Abdul Mutalibi thot: "O mbret, ushtria juve mi ka marrë mu 200 deve. Kërkoj që të mi ktheni devet e mia." Mbreti thot: "Kur të pash në fillim, u impresionova prej teje, më lave përshtypje shumë pozitive. Mirë po kur po fol këto fjalë, e humbe autoritetin që e kite on." Abdul Mutalibi i thot: "Pse?" Mbreti i thot: "Unë kam marrë me ta prish Qabën, kam marrë me prish shtëpinë kryesore të fesë tane, kam marrë me prish shtëpinë e të parëve tu, e ti mi lip mu devët. Lej devët, se unë kam marrë me prish Qabën." Abdul Mutalibi e jep një përgjigje shumë interesant që ka ngel në histori dhe i thot: "O mbret, thot, unë jam pronar i deveve. Unë jam i zoti i deveve. Sa i përket Qabës, Qabja e ka zotin e vet. E ka pronarin e vet dhe ai do ta mbroj." Mbreti thot: "Nuk mundet me mbrojt prej meje." Abdul Mutalibi i thot: "Do ta shohim."
Pas mbarimit të diskutimit, Abdul Mutalibi i merr devet e tij edhe kthehet në qytetin e Mekës. Takohet me Kurejshit dhe vendosin që të largohen prej qytetit, të vendosen në male dhe në kodrina. Ushtria e mbretit Abraha ishte duke u bën gati për marshim drejt shkatrimit të Qabës. Kur dojnë të nisen elefantin të cilën e kishin marrë enkas për me shkatru Qabën, elefanti bie në dy gjoj dhe refuzon me lëviz drejt shkatrimit të Qabës. Mundohen që ta bindin elefantin që të niset, e godasin me mjetet të forta, mirë po elefanti refuzon. E kthen nga ana e Jemenit, elefantin nxiton dhe don me u nis me njëherë. Kur e kthen nga ana e Mekës, nga ana e Qabës, elefanti refuzon dhe bie në dy gjunj. Allahu sikur se po i dërgonte sinjale kësaj ushtrie dhe këtij mbreti që është më mirë të kthehen, se edhe elefanti si kafsh refuzon me e shkatru Qabën, me e shkel shenjtërinë e Qabës. Pas një momenti, pas disa çasteve, qielli nis të ersohet, të nxihet, dhe Allahu subhanahu wa taala i dërgon disa zoq të veçantë, të cilët zoq e gjujnë me gur ushtrinë e mbretit Abraha, ushtrinë e elefantit. Disa prej ushtarëve kishin ndru jetë në vend, disa të tjerë gjatë rrugës duke u kthyer në Yemen, e disa të tjerë kishin shpëtu. Çdo zog i kishte pas me vete 3 gur, një në sqep dhe 2 në këmbët e tyre. Allahu ka fol për këtë rast, për këtë ndodhi, për këtë ngjarje madhështore në Kur'an dhe ka thënë: "Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." A nuk e ke pas se çka ka bën Zoti yt me pronarët e elefantit? "Alam yaj'al kaydahum fi tadlil." A nuk e boni përpjekjen e tyne të dështume? "Wa arsala alehim tayran ababil." Dhe ju ka dërgu zogj që vinin tuf. "Tarmihim bi hijaratin min sijil." I kanë gjujt ato me gur nga balta e cila është e gurzume. "Faj'alahum ka'asfin ma'kul." Dhe i ka bën sikur se një gjeth i grimcum, si një gjeth i coptum. Ky ishte dënimi i Allahut subhanahu wa taala për ushtrinë e elefantit, për ushtrinë e mbretit Abraha, i cili mbretja kishte mësim me shkatru Qabën. Pikrisht 50 ditë pas kësaj ngjarje ka lind pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye dhe dietar të shumt në krye me Ibn Taymiyyah rahmetullahi alaihi kanë thënë se ngjarja me elefantin, shpëtimi i Qabës, nuk ka ndodhur si shkak i arabëve, nuk ka ndodhur për shkak të kurreshve, por ka ndodhur për arsye të shenjtërisë së Qabës dhe për arsye se Allahu kishte me dërgu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam së shpejti si pejgamber në mesin e arabëve. Nga kjo ngjarje na nxjerrim disa mësime shumë të rëndësishme. E para, Qabja është e shenjtë. Allah subhanahu wa taala nuk lejoi që të shkelet shenjtëria e Qabës, nuk lejoi që të shkelet shenjtëria e vendit të bekuar. E dyta, mësimi i dytë të cilën nxjerrim na nga kjo ngjarje është se Allahu tradhtarëve do t'u jap dënimin në dunja dhe në ahiret, sikurse që ja dha dënimin e Burigalit, i cili donte me ia tregu ushtrisë udhën për me shku me shkatru Qabën. Ky ishte dënimi i Allahut, i cili ja mori shpirtin, dhe sot e kësaj dite njerëzit e gjujnë me gur varrin e tij, për shkak se kishte tradhtu arabët dhe kishte bashkëpunu me armiqt të cilët kishin ardhur me shkatru Qabën. E treta, mësimi i tretë të cilin na nxjerrim nga kjo ngjarje është se Allahu nuk lejoi që Mekja të bie në robëri. Për arsye se nëse kishte pas sukses ushtria e elefantit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të kishte lind si rob i pushtuesve. Mirë po Allahu subhanahu wa taala e ruajti Mekën në mënyrë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të lind i lirë dhe të mundet pastaj ta zhvilloj davetin, thirrjen e tij në Islam. Pikrisht pas kësaj ngjarje, 50 ditë pas kësaj ngjarje, lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka lindur në vitin 571 më 12 Rabiul Awwal, në ditën e hanë, në Mekë, në shtëpinë e migjes së tij Ebu Talibit, në lagjën e Benu Hashimve. Baba i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishte ndru jetë pak para lindjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nana e tij Eminja do ta lind pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si jetim pa babë.
Abdul Mutalibi, kur e merr vesh se i ka lind nipi, pra gjyshi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e merr vesh se ka lind nipi, e merr në krah, e dërgon në Qabe, e falenderon Allahun dhe ja vendos emrin Muhammed. Kjo është verzioni më i përfolur, më i spikatur në mesin e historianëve. Tregohet se në natën të cilën ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një çifut ka qenë prezent në Mekë. Dhe kishte fillu që të pyet njerëzit se mos ka lind ndonjë fëmijë. Njerëzit duke mos e ditë i kanë thonë jo, s'ka lind asnjë foshnjë, asnjë fëmijë, se ende nuk ishte marrë vesh që në shtëpinë e Abdul Mutalibit ka lind një fëmijë, ka lind një foshnjë. Kur mirët vesh lajmi, kur përhapet, shkojnë i tregojnë qifutit se po, ka lind një fëmijë në shtëpinë e Abdul Mutalibit. Qifuti e dinte se në atë natë ka lind pejgamberi të cilën njerëzit ishin duke e prit. Dhe shkojnë me e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si fëmijë, si foshnjë në shtëpinë e Abu Talibit. Qifuti kur e sheh shenjën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shenjën e pejgamberisë prapa shpinës së tij, qifutit jehudisë i bie të fikt. E humb vetdijen. Pasi që kfillet, pasi që vjen në vete, njerëzit e pyetin dhe i thonë: "Çka pate? Çka gjet?" Ai thot: "U largu, thot, iki, thot, pejgamberia prej qifutve dhe shkoj te arabët." Dojke me thonë se Allahu e pas ka dërgu pejgamberin e kohës së fundit nga mesi i arabëve. Sa i përket prejardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, padyshim që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka prejardhjen më të pastërt dhe më të ndershme nga të gjithë njerëzit. Dhe kemi thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zinxhiri familjar i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, zgjatet dhe arrin deri te Ibrahimi a.s. Nuk mund të paramendohet që Allah ta dërgon një pejgamber, ta dërgon një të dërguar, e ajt mos ketë prejardhje të pastërt, mos ketë prejardhje fisnike dhe të ndershme. Në ligjëratat në vazhdim do të flasim për fëmijërinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe në këtë fazë të shpjegimeve tona ka mësime të rëndësishme inshallah me lejen e Allahut, në mënyrë që ta njohim sa më mirë dhe sa më shumë figurën, personalitetin edhe jetën e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Allah ju shpërbleft për vëmendjen. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.